S'ka rëndësi ku ndodhesh. Ne vim tek ti. ICF Tirana. Sa keni ardhur te festimi i ICF-s, do doja ndordokite për ato që janë për herë të parë. Ne që jemi në shtëpi, le ti mirëpresim. Mirë se ke ardhur ti që për herë të parë dhe uroj që do ndjehesh në shtëpi. Mirë se ke ardhur ti që na ndjek online, edhe dua të përmend me emra. Shohim ju ndërkohë përgatisni një duartërkitje, sa do duartërkitjen do ta dëgjojnë ka mundsi. Atëherë kush është këtu? Këtu është sigurisht Eri Shuka. Të përshëndesim Eri. Rej Subashi, po e lexoj siç janë emrat aty, Ambra, Arta, Valbona, një duartërkitje për gjithë personat që na ndjekin, edhe Mariana. Zoti bekof shumë dhe uroj që do të përcillet nëpërmjet internetit, nëpërmjet shërbesës online ajo që Zoti ka për ju. Është shumë qef. Shiko, jemi në pjesën e 6 të serisë. Si quhet seria? Kush e amen? Është masë më tepër. Është aty. Është shumë qef, edhe jemi në këtë udhtimin e dishepullit, si ta zbulojmë atë për Zoti vet ka thënë, edhe na ka premtuar, unë do të bëj jashtë masë më tepër. Si? Ndërkohë që ne ecim udhtojmë me të në këtë udhtim e dishepullit, ai do të bëj jashtë masë më tepër dhe javë pas jave kemi qenë duke çmontuar, duke treguar, edhe uroj që kanë qenë shumë inkurajuese 2 mesazhet e fundit që sisha unë këtu. Tashti që sisha unë këtu, po gjithë ku isha. Ishim 16 veta si asnjëherë tjetër në ICF Zyri. 16 shqiptar. Jo, nuk dukesh më shumë, sepse ishte grupi tjetër ishte më shumë. Ishin 5000 e kusur veta, edhe ishin 4 ngjarje. Ishte takimi pastorëve 3 ditë, ishte konferenca 2 ditë, ishte për të ngatrova gishtat, ishte ICF Experience 2 ditë, edhe ishte edhe përvjetori 30 i lëvizjes ICF. Edhe ishim 5 nga ICF Tirana, ishim 4 nga ICF Fieri, por kishim 2 çifte tjera. Një çift nga Durrësi, edhe një çift nga Elbasani, bashkë me kalamajt e tyre, sepse po luten, po mendojnë që të fillojnë ICF në Durrës dhe në Elbasan. Kjo dhe ishte shumë e veçantë. Ato po kalojnë një kohë lutje, erdhën e pan, kemi qenë duke fol, do luten në shtator, në shtator do vendosin a do fillojnë ICF ose jo. Kështu që nëse kujtoheni, lutoni për këto 2 çifte që Zoti t'ju jap urtësi që të marrin vendimin e dur. Ne me qef do kishim t'ishte po, por më qef do ishte qa ka Zoti për ata. Kështu që, por u kënaqem shumë, sigurisht që u kënaqem shumë, atje edhe kemi marrë shumë fjalë dhe shumë inkurajime, por le të themi te seria jonë. Kush ka qenë pasazhi kyç i serisë tonë? Edhe që mbaron javës tjetër seria, kështu që edhe çaj bie, e 7-ta, kush e mamen pasazhin kyç? Pasazhi kyç kanë qenë fjalët e fundit të Jezusit, që është Mateo 28. Shkoni pra, vargu 19. Shkoni pra dhe bëni dishepuj nga gjithë popujt, duke i pagësuar në emër të Atit, Birit dhe të Frymës së Shejtë. Kjo ka qenë baza, sepse është porosia e Krishtit. Shkoni, bëni dishepuj. Prandaj në këtë seri kemi qenë duke fokusuar. Do shkojmë bëjmë dishepuj, por çfarë do thotë ti je dishepull? Çfarë do thotë ti je dishepull? E kjo ka qenë synimi i gjithë tyre javëve, 7 javëve, ta zbulojmë këtë gjë, edhe pastaj Qa ishte? Bëni dishepuj, pastaj ishte duke i pagëzuar. Pagëzimi është ai momenti që ne si ICF e festojmë 2 herë. Shumica, disa herë është vetëm në qershor, kur ka më shumë se sa në qershor bëjmë pagëzime dhe në shtator. Kështu që këtë vit është 13 qershor e shtunë. Herët e fundit ka qenë te pishina të Oborri, kurse këtë herë do kthehemi te ritmi i vjetër. Kush e mamen, ku janë bërë më shumë pagëzime te ICF-s? Të çfarë vendi? Gjiri Lalzit. Edhe në Golem fakt janë bërë shumë. Njëra nga këto. Po këtë do e Gjiri Lalzit. Kështu që pagëzimi e ditë cili do ishte përshkrim më i bukur i pagëzimit. Pagëzimi është një simbol i jashtëm ndaj një përkushtimi të brendshëm. Është diçka e dukshme nga jashtë, të diçkaje të bukur që ka ndodhur brenda. Çka ka ndodhur brenda? Kur dikush ka thënë, unë kam vendosur të besoj Krishtit. Unë kam zgjedhur të besoj Krishtit, edhe dua këtë gjë të dalë jashtë. Edhe si e marrin vesh tjerët që ti ke zgjedhur të besosh Krishtit,
kur pagzohesh. Kështu që është e diçka tjetër, shiko, na e kërkon Krishti. Edhe është ne i themi botës, unë nuk kam turp ti besoj Krishtit, dhe ai ka thënë vetë, është pjesë e urdhërimit të madh. Bëni dishepuj, paktësoni. Kështu që nëse ke zgjedhur ti besosh Krishtit, nuk ka asgjë që të pengon për të paktësuar. 3 veta nga ju kanë thënë deri tani që dua të paktësohem, por dua të nxis edhe të tjerët që tashmë kanë zgjedhur të besojnë Krishtit, por s'e kanë hedhur këtë hap, është mundësia jote me 13 qershor është. Shiko, për të inkurajuar ty, kemi regjistruar një mesazh nga dikush që është paktëzuar vjet në këtë kohë. Kështu që hajde ta shohim këtë video bashkë. Në qershor të vitit të shkuar, unë vendosa të paktëzohem, një hap shumë i rëndësishëm për veten edhe për jetën time. Në fakt, atë ditë e kujtoj si një moment shumë të veçantë, sepse më parë kisha dëgjuar shumë persona që thonin, pasi kam zgjedhur të besoj Krishtin, jeta ime ka ndryshuar rrënjësisht. Edhe në atë kohë, çdo gjë më dukej e çuditshme, pa kuptueshme kjo fjali në fakt. Në atë moment, paktëzimi mori këtë kuptim edhe për mua. Ishte vërtet një moment lirie. Ishte një liri për të jetuar sipas të vërtetës. Dhe me thënë të drejtën, pasi u paktëzova, kam qenë më e përfshirë në kish, shërbeja në shërbesa të ndryshme, deri më vonë u bëra një drejtuese e një grupi të vogël, dhe pas 2 vitesh, pjesë e stafit në ICF Tirana. Kanë qenë shumë hapa dhe shumë momente të bukura, shumë përjetime, një eksperiencë shumë e veçantë, por këto nuk ndodhin rastësisht. Ndonjëherë Zoti vendos njerëz në jetën tënde për të drejtuar rrugën. Dhe për mua ndodhi pikërisht kështu. U bëshkas një kolegja ime, e cila ishte shumë pranë meje, ndërkohë që unë isha shumë larg Perëndis. Dhe ajo fillimisht ishte një kolege për mua, më pas u bë një mike zemre, dhe pastaj një yll që më ndriçoi rrugën në besim. Është vërtet shumë e veçantë dhe unë emocionohem sa herë përmend historinë se si unë kam besuar, sepse ka qenë vërtet dikush që ndriçoi rrugën time dhe unë besoj dhe jam këtu sot. Do t'inkurajoj shumë që ti jesh dritë në rrugën e dikujt tjetër, sepse ndonjëherë ti nuk e di që po bëhesh yll për një person që është larg Perëndis. Kështu që bëu ti ylli për dikë. Shumë bukur. 2 mesazhe. Edhe mesazh paktëzimi, edhe mos harro, kush është afër teje, por është larg Perëndis, që mund ta inkurajosh, mund ta nxisish. Duke i paktëzuar, pastaj si vazhdon porosia e madhe, duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë kam urdhëruar dhe unë jam me ju gjithë ditët deri në fund të botës. Shiko, javës kaluar, desha me thënë, javës kaluar, kur ishte koha e konferencës ICF-s, ishte 40 ditë pas ringjalljes Krishtit, dhe është momenti që Krishti ngjitet në qiell, kurse dje ishte 50 ditë nga Pashka. Kush e di ç'a ndodhi 50 ditë nga Pashka, që njihet edhe me fjalën Pentekosti, me fjalët greke. Dje u festua momenti, është 50 ditë pas Pashkës, është momenti kur fryma e shenjtë zbriti edhe erdhi tek çdo person që besonte te Krishti, dhe tempulli i frymës së shenjtë nuk u bë më vetëm tempulli prej guri në Jeruzalem, po u bë çdo person. Edhe kur fryma e shenjtë vjen tek ne, një gjë bën shumë gjëra. Një gjë që do theksojmë sot është na jep dhunti frymërore. Të dua të theksoj sot, sepse është mesazhi duhet të fokusohet vetëm te kjo gjë, ti zbulojmë, ti shohim me detaje kur vjen fryma e shenjtë çfarë bën tek ne, edhe mesazhin e kam ndarë me 3 pjesë. Do bëj si mençur sot. Pjesa e parë, ai do them bazën teologjike. Do them sa fjalë të mëdha teologjike, fjalë greke, po beshaka.
Shiko, pjesa e dytë është të vërtetat e shkrimit, edhe pjesa e tretë hapa praktik se si mund ta zbulojmë të gjë. Hajde fillojmë te pjesa e parë. Pjesa e parë është baza teologjike. Efesianët 4:7 është kështu. Por secilit nga ne është për ne, është për këdo që ka zgjedh Krishtin. Ju dha hiri sipas masës së dhuntisë së Krishtit. Shiko, është çdo kujt ju dha ky hir, por fjala hir këtu është ndryshe. Është fjala hir këtu ka kuptimin jo vetëm na është dhënë favor nga Perëndia, që kjo është përshkrimi tipik që themi hir, Zoti na ka dhënë hir, Zoti të dhënë hir, që ka kuptimin e favorit të Zotit, por këtu fjala rrënja është ndryshe. Fjala origjinale në gjuhën greke shkruhet kështu. Edhe lexohet keris. Nuk e di a thash tekstin e dur, ka në greqisht folës ta thot më tamam tekstin. Shiko, edhe që të thot, fjala keris do thot fuqizim i dhënë nga Perëndia. Fuqizim hynor i dhënë nga Perëndia ndaj teje që ke zgjedh Krishtin. Edhe kjo është fantastike, që është diçka që nëse ti e praktikon atë fuqizim hynor që të ka dhënë Perëndia, të përmbush ty edhe sjell ndikim tek të tjerët. Prandaj përkthyesët e Biblës kanë pas të vështirë si ta përkthejnë këtë fjalë, dhe kudo e gjë fjalën hir, do të lexojmë 2-3 vargje që është përdorur hir, por është fjala keris që ka kuptimin është fuqizimi dhënë nga Perëndia për ty, që të përmbush ty, por gjithashtu ja ta lexojmë ndryshe të përshkruar. Është fuqi dhënë nga Krishti. Ja, kjo është përshkrimi i fjalës. Është fuqi dhënë nga Krishti për të përmbushur thirrjen dhe funksionin tënd në trupin e Krishtit, që është kisha. Edhe është Krishti vetë i ka shpërndar këto aftësi, nuk i shpërndan njerëzit, është Zoti që ka zgjedhur t'i japi dikujt aftësi muzikore, dhunti muzikore. Ja shohim disa nga dhuntit që fryma shejt, dikujt i ka dhënë dhunti mëshire, dikujt administrimi, dikujt shërbimi, dikujt bujarie, udhëheqje, fjalë profetike, mësimi, inkurajimi, këshillimi, fjalë njohurie, fjalë mëshire, fjalë gjithë të gjërat, por është Perëndia që i ka dhënë këtë lloj aftësimi hynor secilit për nesh, të paktën në një fush, në një nga këto, disa herë është 2 ose më shumë, por të paktën në një. Ja si vazhdon Efesianëve çik më poshtë. Efesianëve 4:12 pjesa A e 12-s, dhe ai vetë, Perëndia vetë i dha ai i ka dhënë të lloj fuqizimi, edhe ka caktuar ai, edhe i dha disa si apostël, të tjerë si profetë, të tjerë si ungjilltar, të tjerë si bari e mësues, për të cilën arsye? Për përgatitjen, për përsosjen e shejtorëve, për veprën e shërbimit ndaj të tjerëve. Edhe këto janë 5 dhuntit. Tamam këto dhuntit që përmenden këtu janë dhuntit drejtuese që i duhen kishës. Perëndia i dha vetë disa personave këto dhunti të veçanta për të kryer shërbimin e drejtimit në kishë, por qëllimi i tyre nuk është që të shërbejnë. Cili është qëllimi i këtyre dhuntive të veçanta që Perëndia u ka dhënë këtyre personave? Është vargu 12b edhe vargu 13, janë si thotë: i ka dhënë këto gjëra për ndërtimin e trupit të Krishtit, deri kur, derisa të arrijmë të gjithë të uniteti i besimit, derisa të arrijmë të gjithë të njohja e birit Perëndis, derisa të arrijmë të gjithë e të bëhemi të pjekur njerëz të përsosur në çamasën, në masën e shtatit të plotësisë të Krishtit. Shumë përshkrim i bukur. Shumë përshkrim i bukur. Shiko, kur i zbulon dhe i praktikon këto dhuntit që Perëndia fryma shejt të ka dhënë, jeta jonë merr kuptim, edhe ti zbulon, ore, pse më ka sjell Zoti në tokë? Cila është arsyeja? Edhe këto gjenë zbatim shumë ku. Këtu e kuptuar cilët janë dhuntit që ka dhënë Zoti, edhe ti vën praktik ata, edhe gje përmbushje ti, edhe sjell ndikim nëpërmjet tyre gjithashtu. Dishepullizimi, rritja e dishepullit ka disa faza në fakt. Edhe kjo është faza e pjekurisë së dishepullit.
kur ai vjen në pikën derisa arrin t'i zbulojë edhe të piqe nëpërmjet tyre. Vargu thot derisa të arrin në masën e plot të shtatit të ri. Kur aty thuhet në masën e plotësisë, i bie që ca nuk plotësohen. I bie që ca ngelin për gjysmë ose më pak. Pse? Sepse ka njerëz që nuk duan të rriten në masën e plot në ngjasi me Krishtin. Edhe kjo s'ka të bëjë me përjetësinë. Përjetësia ka të bëjë vetëm me një gjë. Kush e mamen? Ne trashëgojmë përjetësinë vetëm nëse zgjedhim të besojmë Krishtit Jezus si Zot dhe Shpëtimtar, që erdhi, vdiq, u ringjall. Kush beson ka jetë përjetshme. Kjo nuk diskutohet. Ajo që po them është kur ti piqesh në masën e shtatit të Krishtit, e shijon më shumë ditët edhe jetën që jenë tokë, sepse kupton ore fiks qa kishte në mendje Perëndia kur të krijoi, edhe cili është roli dhe vendi jot në këtë botë. Pse e kam merak pali këtë? Sepse vargu 14 pali thot, e kam këtë merak, sepse që të mos jemi më foshnja. Edhe është shumë qef të kisha jo në kjo fazë shumë e bukur, që është nuk e di, se kemi pas më parë këtë fazën, është jemi plot me kështu karroca me beba vegjël, është qef Glori, kush është edhe gjithë çuna dhe gocat të vegjël, nuk e kemi përjetu këtë fazë, kish edhe është fazë e re, është fazë e bukur, kënaqemi kur i shohim, por fëmia është i lezetshëm kur është fëmijë. Imagjino ti jetë 15 vjeç e të ngjaj prap 1 vjeç. Është shumë i shumtut. Imagjino ti jetë 50 vjeç e të ngjaj e ti jetë po me Pampers. Po. Edhe ky është meraku i palit, vargu 15, që të mos jemi më foshnja, që të mos jemi të lukundur, as të transportuar nga çdo erë doktrine, nga çdo mashtrim njerëzish, nga çdo dinakri e tyre nëpërmjet gënjeshtrave dhe të gabimit. Që i bie? Meraku i palit është duke u rritur në shtatin e Krishtit, ne nuk do të jemi të lukundur, që mos jemi një javë themi I love you Jesus. E kam premtuar, e kam dhe të bluza, e kam dhe të wallpaperi, e kam gjithandej. Po pastaj javën tjetër, Zot, pse më ke braktisur? Pse ndihem kaq i vetmuar? Ku je ti, Zot? Ose një javë pash diçka të bukur në media sociale, e di sa më ka inkuraju zemra pesh. Javës tjetër, lexova diçka në internet për pastorët, e di si ja mund ta shiu, s'du të besoj fare as te Zoti, as te edhe ky është meraku i palit. Që mos lukunde, mos ikim, ngjove këtë i kanë jo, ti je stabilizuar dhe i plotësuar sepse ti e njeh shkrimin, ti i njeh të vërtetat e Perëndis, edhe ti analizon çdo gjë që mund të vi rreth e qarkteje. Kështu që është pastaj vargu 15. Edhe nxitja para se të shkojmë te vargu 15 do ishte kjo. Kush në ndihmon neve të stabilizojmë? Qa ka dhënë Perëndia? Janë dhuntit frymërore. Dhuntit frymërore, kur ti gërmon, i gjen, i zbaton dhe i praktikon, të sjellin stabilitet edhe fillojnë prodhojnë pjekuri në ty. Vargu 15, lexojmë vargje 15 dhe 16, jemi po të Efesianëve, thot kështu, por duke thënë të vërtetën në dashuri, ç'a na ndodh neve? Rritemi në çdo gjë drejt atij, rritemi, piqemi, matërohemi, sipas kujt? Në ngjasim me Krishtin. Ai është kreu, atë kemi mace, si ai duam të bëjmë. Edhe shiko sa bukur mbyllet kjo pjesë. Vargu 16. Krishti, prej të cilit i gjithë trupi është kisha, i gjithë trupi, i lidhur mirë dhe i bashkuar mirë, edhe me anë të kontributit që jep çdo gjymtyr në këtë trup, dhe sipas forcës së çdo pjese të veçantë, e di çanov shkaktohet rritja e trupit. Rritja e trupit për ndërtimin e vetes së tij në dashuri. Kjo është shumë e veçantë, sepse tregon kisha rritet kur secili e di ku e ka vendin, edhe secili jep maksimumin e tij, edhe kur trupi është i lidhur mirë, natyrshëm do rritet. Natyrshëm do rritet. Ja se do ta përkufizoja unë dhuntin frymërore, do e përkufizoja kështu. Nëse do ta dish një çik më të thjeshtëzuar, do thoja kështu. Dhuntia frymërore është aftësi e veçantë. Jo vetëm e veçantë, është supernatyrore. Është dhe supernatyrore që Perëndia jep kujt? Vetëm fëmijëve të tij. Nuk është për gjithë botën,
është vetëm për fëmijët e tij. Me çfarë qëllimi? Që të lidhemi me njëri tjetrin, që të forcohemi bashkë, edhe që të çojmë përpara planin dhe qëllimin e tij në këtë botë. Shiko, nëse ky është përshkrimi, atëherë i ligu do ta urrej këtë lloj përshkrimi. I ligu do ta urrej këtë lloj gjëje. Nëse është kështu, sepse nuk do që të ndodh, sepse imagjino sikur gjithë krishterët të mobilizohen edhe ta zbulojnë qëllimin e tyre, ta zbulojnë dhëntitë e tyre, edhe t'i praktikojnë. Do bëhet nami për mirë. Do sjellin ndikim, sepse mbretëria e errësirës do sfoglohet dhe mbretëria e dritës ka për të rrit. Ja ta ilustroj kështu. Në dhjetën e vjetër ishte vetëm një grup njerëzish në dhjetën e vjetër që mund të bisedonte me Perëndin, që mund të shërbente Perëndis, edhe ishin nga fisi i Levit. Nuk mund ta bëje këtë lloj gjëje nëse nuk ishe nga fisi i Levit. Nga aty zgjidheshin prefterit, nga aty zgjidhej kryeprefti, nga aty zgjidhen levitët që shërben gjithë vetëm nga ky fisi, edhe ata e sillnin fjalën e komunikuar njerëzve. Por kur erdhi Jezusi, çfarë bëri Jezusi? E hapi për gjithë. Jo vetëm për një fis saktuar, jo vetëm për një grup saktuar. Edhe çfarë bëri në një ditë si ajo djeshmja e shtuna, dërgoi frymën e shejtë, e cila ra edhe mbushi çdo person që ka zgjedh Krishtin, që i bie nga ai moment fryma e shejtë. Na ndërmjetëson, na ndihmon neve që të folim drejt për drejt me Perëndin. Nuk na duhet dikush tjetër. Na jep dhuntit e frymës. Edhe shiko, Zoti Jezus zgjodhi njerëz të thjeshtë edhe vazhdon zgjedhë njerëz të thjeshtë. Nuk i ka kështu të caktuar me kategori. Si ishin 12 dishepujt e parë, kush i ma mend? Peshkatar, tagambledhës, disa ishin me të shkuar të çuditshme. Njëri ishte kështu qetar, njëri ishte kishin shumë sfonde të çuditshme, ama Krishti i zgjodhi këta edhe tha: "Mi këto njerëzit e thjesht, unë do të vej frymën time të shejtë, edhe ata do të dëshmojnë për mua në Jeruzalem, Jude, Samari, deri në skajet e botës." Edhe kështu filloi kisha. Hajde lexojmë disa vargje nga kisha e parë, Veprat kapitulli 2, vargje 17. Pjetri tha kështu: "Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thot Perëndia, që unë do të përhap frymën time mbi çdo mish." Çfarë do mbi çdo mish? Mbi çdo njeri. "Dhe bijt e tyre dhe bijat e tyre do të profetizojnë, të rinjt do të shohin vegime, të moshuarit tuaj do të shohin ëndra." Çfarë kuptimi ka? Fryma e shejtë do jetë pa dallim moshe. Të ri, fëmijë, të moshuar, kushdo. Vargu 18. "Dhe në atë ditë do të përhap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe të profetizojnë." Çfarë kuptimi ka? Pa dallim gjinie, burr apo grua, edhe kështu filloi kisha. Por, kështu filloi, edhe filloi përsëmari, por pas sa shekush po gjithë çfarë ndodhi. E di çfarë ndodhi? Kisha filloi duke kriju disa fjalë të veçanta për njerëzit që shërbenin në kishë. Kisha filloi duke kthyer si në kohën e dhjetës vjetër. Ma me dhjetën e vjetër që ishte vetëm një grup njerëzish që shërbente në kishë, dhe vetëm ata mund të shërbenin. Kështu edhe fillon duke i përkufizuar njerëzit, u krijuan titujt kleriku dhe laikët. E di çfarë thot klerik? Vjen nga fjala klerk, ka kuptimin ai që ti të lexoj. Ai që shërben, edhe ishte ai që shërben në kish, prift apo kryeprift apo pastor apo djak apo shërbys, ato janë klerikët. Vetëm ata mund ta bëjnë këtë gjë. Kurse njerëzit e tjerë disi quheshin laik. Laik do të thotë besimtarë që vinë në kish, njerëz që janë vetëm pjesë e kishës. S'dinin lexonin, vetëm vinin, dëgjonin, iknin në shtëpi. Edhe u krijuan këto dy fjalë. Edhe nuk janë në Bibël. Nuk e ka as dhjetë vjet as dhjetë re këto dy fjalë, i krijuan njerëzit për t'i ndarë me kategori. Këtë mund ta bësh ti, po s'mund ta bëj dikush tjetër. Derisa në shekullin 15, kush e di çfarë ndodhi me Martin Lutherin në Gjermani, se kemi dhe një çift nga Gjermania. Ku i kemi edhe çiftin nga Gjermania këtu? Ne kemi atje. Një duhet të kitje për çiftin nga Gjermania, që do t'i kemi për 1 muaj, dhe ja nga ICF-Niu do t'i kemi 1 muaj këtu. Kështu që faleminderit German people, që Martin Lutheri në Gjermani, në shekullin 15, u ngrit edhe tha, pati këtë zbulesën, edhe kur e pa në Bibël tha, prit një çik. Ne të gjithë që kemi priftëri,
Kushdo që ka zgjedh Krishtin që ka prift mbretëror, secili prej nesh mund shkojë të drejtohet e të shërbejë në emrin e Krishtit, edhe foli për ato që quhet doktrina priftëria e të gjithë besimtarëve quhet. Të gjithë besimtarët janë priftëri mbretëror edhe mund të shërbejnë. Edhe aty lindi kisha protestante ose kisha ungjillore siç njihet në Shqipëri. Termi ungjillor në Shqipëri e vuri Gjerasim Qerjazi në fund të shekullit 19 dhe prandaj kisha në Shqipëri nuk njihet kisha protestante, por njihet kisha ungjillore. Por Martini tha, prit se nuk që nga vetëm papa, prit se nuk që nga vetëm disa priftëri të rëndësishëm që mund shërbejnë çdo njeri që ka zgjedh Krishtin, edhe që ka frymën e shenjtë brenda tij, brenda saj, mund është i rëndësishëm edhe ka autoritet, mundet të shërbejë në emrin e Jezusit. E bukur apo jo? Por nuk zgjati shumë. Disa shekuj pas vdekjes së tij, kisha shkoi pa gjë ku shkoi. Prap shkoi te rrugët e vjetra. E duke vënë emër njerëzve, këta shërbejnë në kish këta janë të kishës, këto drejtojnë, ne tjerët vetëm shkojmë në kish. Edhe shumë, edhe madje edhe në kishën shqiptare që ka kaq pak tradit, e gjej të rëshkasi në këtë lloj gjëje, që një grup njerëzish janë drejtuesët edhe këta shërbejnë, ne tjerët jo, por nuk e thot këtë shkrimi. Shkrimi thot, ne të gjithë jemi priftëri e shenjtë, priftëri mbretërore, sepse neve të gjithëve na është dhënë fryma e shenjtë. Edhe kur fryma e shenjtë na është dhënë, na janë dhënë dhunti që mund t'i praktikojmë edhe mund. Kështu që kjo ishte pjesa e parë teologjike. Le të shohim parimet, hapat, edhe pastaj të shohim hapet praktik, por le të shohim tre të vërteta. Tre të vërteta që është e para, Perëndia ka thirrur çdo besimtar që të shërbejë njerëzve ose të shërbejë botës përreth tij. Kështu që dua të bëjmë një gjë të veçantë. Nëse më ndihmo me slajdin e radhës, do doja shumë ta thuash këtë duke vendos emrin tënd aty. Un Altini jam prif mbretëror. A do ta vesh edhe ti emrin tënd aty? A do të themi të treshit do ta themi gjithë bashkë. 1, 2, 3. Un jam prif mbretëror. Është shumë e bukur. E di ku e gjejmë? 1 Pjetri 2:9. Siç a thot 1 Pjetri 2:9. Ju, ti, ne jemi fis i zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar me çfarë qëllimi? Që të shpallim mrekullitë e atij që ju thirrri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Sa e veçantë, sa e bukur kjo është shumë unike. Prit kujtoj edhe diçka që mund ta heqë trunin fare. Është diçka shumë e veçantë. Perëndia e kishte caktuar çfarë do bëje ti. E theme sotullet, mos ta ngjoni ju online. Perëndia e kishte caktuar që ti do të marrësh frymën e shenjtë, edhe eksakt çfarë dhuntish do të kesh, e di kur? Që para se të krijohesh e ti. What? Që para se të krijohesh, edhe se të vije në ekzistencë, Perëndia e dinte së pari çfarë do të bëje ti, pastaj të krijoj ty. Hajde shohim Efesianëve kapitulli 2 vargu 10. Ne në fakt jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus për veprat e mira, që Perëndia përgatiti kur? Pritçik. Kur? Që më parë që ne të ecim në to. Që përpara. Është ne jemi kryevepra e tij, ne jemi masterpiece. Edhe ai e dinte këtë gjë para se sillte në tokë, do sjell filanin, por filani do ketë këto dhunti, edhe këto dhunti, e do kryj këto gjëra, dhe do të bëj këto gjëra. E dyta, çdo dhunti që jep Perëndia është unike edhe po aq e rëndësishme. Që do thotë, të gjitha janë të rëndësishme. Nuk është se pastori apo një drejtues është më rëndësishëm, apo tjetri që del në skenë është rëndësishëm, ne tjerë që bëjmë shërbesa të tjera nuk jemi të rëndësishëm, jo, çdo dhunti është e rëndësishme. Edhe kur themi lutemi për njëri tjetrin, nuk ka kuptimin që duhet lutet filani sa ti ze lutja më shumë. Në fakt nuk ndodh që dikush ne themi pse, sepse ka fuqi ku lutemi bashkë.
ka fuqi kur mblidhemi dhe lutemi bashkë. Por nuk është se dikujt Zoti ja dëgjon zëri më shumë se tjetrit, sepse është e njëjta frymë e shenjtë tek çdo person që ka zgjedhur Krishtin. Është e njëjta frymë e shenjtë që mund ta bëjmë lidhjen me Atin drejt për drejt. Romakëve thot kështu. 12:6. Dhe tani, duke pasur të gjithë dhunti të ndryshme, sipas hirit që na u dha. E di cila është fjala hir këtu? Fjala keris, është ajo fjala fuqia e Perëndis, është sipas fuqizimit hynor që na ka dhënë Perëndia. Ne kemi dhunti të ndryshme, por ne ka dhënë Perëndia, edhe është fuqim hynor nëpërmjet tij, që nuk varet nga ty. Qa do marrësh, qa dhuntie do marrësh apo s'do marrësh, varet nga ai na i ka dhënë të ndryshme. E di çfarë varet nga ne? Nga ne varet a do e përdorim apo jo? A do e zhvillojmë apo jo? Sepse secili që ka zgjedhur Krishtin ka të paktën një dhunti, ose 2 ose 3, por ama në fillim dhuntit që na e Perëndia janë në formën e farës. Tash çfarë shkoda? Më duket të shkoda për mbjell misër apo është mbjell misri? Çfarë shkoda tash i bet në i farë me mbjell apo mbjell gjitha? Ja mbjell gjitha. Kështu që imagjino, është koha mbjelljes, është edhe ti e hedh atë farën që është vockël, ama nëse e kultivon çaj ndodh së farës. Do mbi, do rritet, do fuqizohet e do jap frute. E njëjta gjë është dhuntit që na ka dhënë Perëndia. Ai na i ka dhënë, po janë si farë që do kultivuar edhe do praktikuar që të fuqizohet edhe që të japi frute. E treta, dhuntit që Perëndia na ka dhënë tregojnë se kush jam me të vërtetë. E di sa e bukur kjo? Është shumë e bukur, sepse jetojmë në një brez që ka një konfuzion në rritje me identitetin e vet. Nuk e di kush jam, edhe kemi një krizë aq të madhe në këtë kohë, saqë i është gjetë edhe emri. Kriza e identitetit quhet disforia. Euforia është ajo energji e madhe, kjo është e kundërta, disforia, se di kush jam, se di çfarë jam. Edhe çuditshme është pse duhet të jetë kjo tashti? Sepse ne jetojmë në kohë që ka ilaçe për çdo gjë, ka terapi për çdo gjë, ka mjekime për çdo gjë, ka shumë gjëra për shumë gjëra, edhe prap jemi në kohët që njerëzit janë më konfuz edhe janë më disforik se në herë tjetër. Edhe nuk e them për të mërzit dikë, sepse ndoshta në njëri mund të ndjehet sot këtë lloj forme. Unë për veten time mbaj mend që këtë lloj forme, këtë lloj ndjesie e kam kaluar kur mbarova shkollën e mesme, kalova një situatë të tillë, sepse nuk e fitova shkollën e lartë, jetoja në Katun, edhe mënyra e vetme për mua për të nga Katuni ishte të fitoja shkollën e lartë. Nuk e fitova. E pastaj ishte, po tash çfarë të bëj? Po tash kush jam? Çfarë të bëj? Me çfarë do merrem? Edhe isha shumë i konfuzuar, kush jam unë, çfarë do bëj unë? Por le të shohim çfarë thot shkrimi, që nuk ka të bëjë me ne, por ka të bëjë me çfarë? Me gjendet, identiteti jon, qëllimi jon gjendet nëpërmjet dhuntive që na ka dhënë Perëndia. Romakëve 12 vargu 3, 4, 5. 3 vargje do lexojmë. Edhe janë të tilla. Romakëve 12 vargu 3. Thot kështu: sepse për hirit që më është të dhënë, unë i them se cilit për jush, të mos e vlerësoj vetëm më shumë se sa që duhet, por të ketë një vlerësim të përkorë sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Shiko, shkrimi thot mos e vlerëso vetëm më shumë se që duhet, ki vlerësim të përkorë, edhe përgjigja e dur ku gjendet? Vlerësimi përkorë gjendet kur ke masën sipas masës së besimit që Perëndia na ka dhënë, sipas masës së hirit që Perëndia na ka dhënë. Hajde vargu 4, ta shohim çik më thellë. Sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr dhe gjymtyrët nuk kanë të njëjtat funksion, kështu edhe ne megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr njëri me tjetrin. Hajde shohim çik këto 3 shprehjet. Vlerësim më shumë i përkor edhe sipas masës. Çfarë thot vlerëson veten më shumë? Kur vlerëson veten më shumë do thot ke këmbvështrimin e gabuar për veten. Edhe kjo është situata kur njerëzit është ndonjëherë është e kundërt, nuk kanë vlerësim fare për veten. Edhe nuk e din as akoma se kush janë, ose kanë vlerësim më të lartë për veten. Në kulturën tonë
Shkodra e thot bukur atë shprehen kur je në këtë fazë, kush e di atë shprehen? Ty vetë janë qef, e duket si mallkim, duket si kompliment. Por në fakt është mallkim, sepse po dyre vetë janë qef, gjithmonë ka fund, jo fort mirë. Edhe kurse e dyta, vlerësimi i përkohur është qartë. Këmbvështrimi i dur i përkohur ka kuptimin ke mendsinë e dur dhe je i kthjellët nga mendja. Je i kthjellët nga mendja, edhe është e njëjta fjalë që është përdorur te Marku kapitulli 5, kur Jezusi çliroi dikë të pushtuar nga demonët, kush e mamen, ishte dikush i pushtuar nga demonët, Jezusi e çliroi edhe e pastroi atë njeriu, edhe di çfarë thuat kur ai u shërua, di çfarë u tha për të? Ju kthjellua mendja, ose fjalë për fjalë, ishte me mendje të rregullt. Ishte me mendje të rregullt. Ky është vlerësimi i përkohur. Ke mendje të rregullt për veten tënde edhe për perceptimin. Edhe tjetra është sipas masës së besimit, çfarë kuptimi ka? Lejoje Krishtin që të jap këmbvështrimin e duhur për jetën, për veten. Nëse do t'i përmbledhja këto treja, e do t'i parafrazoja këtë Romakëve 12, do ta bëja kështu. Nuk e gjet diku tjetër, është parafrazim i thjesht, nuk është për të më ndihmojnë qik, mos ki këmbvështrim, mos akta. Çu do i përmbledhja këto tre vargjet? Mos ki një këmbvështrim të gabuar për atë se kush je, por kundrazi, lëret Perëndin të çliroj edhe ta përtëri mendjen. Si bëhet? Duke treguar kush je në të vërtetë edhe për çfarë të ka krijuar. Edhe kur e kupton se përse të ka krijuar Perëndia, konfuzioni largohet. Ti e di kush ka krijuar, përse të ka krijuar. Por si bëhet kjo gjë? Kjo gjë është, dinte pjesa e fundit, është kur ti ana praktike e mesazhit, është ata shohim tre gjëra. E para, kur ti i zbulon dhuntit shpirtërore. Ndaj njëri ose shumë prej jush i kanë zbuluar, nëse dikush akoma nuk i di kush janë dhuntit shpirtërore, ka zgjedhur të besojë Krishtit, por akoma nuk i di kush janë dhuntit shpirtërore, nxitja ime do ishte në këtë udhtim të dishepullit. Ti të zbulosh jashtëmase më tepër, nëse i zbulon, sepse të ndihmojnë ty këto gjëra. Madje për ta lehtësuar, ne kemi gjetur këtë në anglisht, për të gjetë testin e dhuntive, nëse më ndihmon me QR kodin anglisht. Në anglisht, lëvizja ICF ka një test të thjesht, është pak i gjatë fakt, por është thjesht për ti lexo fjalinë dhe zgjedh nga 1 deri 5 si jam unë këtu, 2, ka lloje tjetra, 5, ka lloje tjetra, 4. Edhe në këtë lloj forme, edhe ai testi natyrshëm duke përgjigj pyetjeve, të zbulon ty dhuntit. Shiko, nëse nuk e skanon dot se nuk po të nezë telefoni apo s'ke bateri, i ke të printuara te tavolina dhe Gjeni apo Bora, kushdo që do jetë atje, do të ndihmoj. Nëse nuk je mirë me anglishten, kemi edhe për ju që jeni online, na shkruani, nëse nuk i skanoni dot kodet, edhe Erilda ose dikush nga skuadra do të çoj linkun. Kështu që nëse nuk je mirë me anglishten, e kemi në shqip. Edhe kjo në shqip është më mirë. Sepse e kam bërë vetë. Kështu që e kam bërë vetë gjithë të kohë, edhe është shumë i detajuar, është me 11 faqe, por është me shumë detaje. I bukur, e kam qenis kështu, cep me cep. Kështu që nëse nuk je mirë prap me këto me QR code edhe me këto gjëra, të dy QR kodet e ke tavolina dhe për anglisht dhe për shqip, por nëse nuk je mirë as me këto gjëra, kemi printuar 10 ose 15 kopje të printuara që mund ta marrësh kështu për letre, veç zbuloje dhuntin tënde. Madje, të mërkurën gjithë ditën, nga ora 7 deri nga ora 9, jo 7:20, më fal. Nga ora 9 deri në orën 7 masdite, unë do të jem gjithë ditën aty për të folur me ty, nëse ti vjen me dike, apo 3-4 veta, apo më shumë, për të folur për këtë gjë, si të zbuloj dhuntit e mia, nëse nuk ke arrit të zbulojsh dot. Dua vetëm si të ndihmoj ty dhe secilin prej jush, nëse nuk arrin të bësh vetë që mendoj që është thjesht, nëse duket e ngatruar,
gjithë ditën të mërkurën, do jem aty për të ndihmuar, pse? Sepse është shumë e veçantë, është shumë e veçantë. Çfarë thotë shkrimi? Psalmi 139, vargun 13 dhe 14 thotë kështu. Ti Perëndi, ke formuar të përbranshmet e mia, ti më ke endur në barkun e... Vargu 14. Për shkak të kësaj, unë do të kremtoj, unë do të lavdroj, unë do të falenderoj, sepse jam krijuar në një mënyrë të mrekullueshme, veprat e tua janë mrekullueshme. Shi si mbyllet pjesa e fundit. Dhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Që unë e di, nuk kam disforia, unë nuk jam konfuz, nuk jam depresion, nuk kam stres, sepse e di kush më ka krijuar, si më ka krijuar dhe për çfarë më ka krijuar. Edhe vargu i fundit thotë unë e di shumë mirë këtë gjë. Edhe uroj shumë që shumica prej jush, të gjithë ju do të thoni, edhe unë e di shumë mirë këtë gjë. Edhe nëse nuk e di, kërkon ndihmë, sepse duam që secili prej jush është ta gjej, ta kuptoj dhe ta praktikoj dhuntin e di. Si kuptohet dhuntia në gjëra të vogla? Prit se do ta imagjino të gjej një shembull praktik. Jem ledh për vitëri me gjithë shtëpisë. Jem ledh për vitëri me gjithë shtëpisë, është festë e madhe. Edhe është dikush ti shkon me mush një pjatë aty me ato gjërat, duke pengohesh edhe të derdhen ca gjëra nga ato pjata. Si do të reagonin njerëzit sipas dhuntive të ndryshme? Unë mendoj kështu. Ai që ka dhuntinë e mëshirës do thonte, "O sa keq. Ai e mirë ti po varje pjatës." Ai që ka dhuntinë e shërbimit çfarë do thonte? Mos më merr se e pastroj unë. Ti shko me mush pjatën se e pastroj unë këtë që po bën ti. Po predikuesi çfarë do thonte? Ja, kështu të not kur si e kujdesshëm. Mësuesi çfarë do thonte? Ndodhi sepse kishte edhe më shumë nga njëra anë, edhe kishte edhe më pak nga ana tjetër dhe si ishte në balancë. Dalluesi çfarë do thonte? Mos u mërzit, të gjithëve ju ka ndodhur kjo gjë. Kurse bujari dhënsi do thot, na merr pjatën time, se shko mushi pjatë tjetrën, vetëm merr pjatën time. Kurse ai që ka dhuntinë e administrimit çfarë do thonte? Ti shko merr kovën me leck, ti merr pjatën, ti merr këtë, ti merr atë që ta rregullojmë, shpejt të rregullohet kjo gjë. Shiko, kështu duhet të jetë edhe kisha trupi i Krishtit, kur secili e pranon dhuntinë që ka edhe e dhën në përdorim. E dyta është zhvilloje dhuntinë shpirtërore. E zbulove që zbulove, tani rrite edhe zhvilloje. Dishepulli nuk është vetëm ai që di mjaftueshëm. Dishepulli është ai që atë që di e praktiko. Është duke mësuar gjithkohës, por atë që di e praktiko. Edhe si thash, dhuntia në fillim është në formë fare, prandaj ka nevojë të praktikohet, të kultivohet, të rritet, të zhvillohet. Është kjo është gjëja jonë, që ne të ndihmojmë secilin prej jush. Është unë, kushdo, Irida, Rimi, Bora, gjithë stafi janë këtu për të ndihmuar secilin prej jush. Edhe e fundit fare, e fundit, është përdore dhuntin. Zbuloje, zhvilloje, përdore. Edhe kjo është shpresa e kësaj kishe, që secili do ta gjejë dhuntin, do ta përdor, e do ta praktikoj, e do sjellim ndikim. Si thotë 1 Pjetrit, vargu i fundit. 1 Pjetrit 4:10. Gjithë secili në ICF, s'është ICF? Gjithë secili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Ama si kujdestar të mirë, të kujt? Të hirit. Ai hiri që tham, të shumëfarshëm të Perëndis. Gjithë secili ka marrë, i është dhënë, gjithë secili le ta përdori me kujdes. Hajde lutemi. Ne lutemi bashkë. Të jemi njohur sot që në ditë të tillë si kjo na kujton që ti e çove frymën e shejt, ti e dërgove frymën e shejt, ti e dhe frymën e shejt, që të pushojmë secilin prej nesh, që të na mbush secilin prej nesh, e të bëj gjërat bukura në ne dhe nëpërmjet nesh. Ose lutem shumë që secili prej nesh, kudo që është, ose është në fazën e parë, që është në kërkim për ta zbulu, Zot na ndihmo që këto mjetet apo njëri tjetri do ta ndihmojnë neve për ta zbulu cila është dhuntia ime. Edhe së dyti nuk do heqim dorë, por do ta zhvillojmë, do ta rrisim, do ta kultivojmë, edhe së treti do ta përdorim. Sepse është fuqizim nga ty
që ndjejmë plotësi ne edhe ndikojmë të tjerët. Kjo është mënyra jote që ti ke zgjedh se si të funksionoj kjo botë. Dhe Zot na ndihmoj që nuk do jemi si shumica që as e vrasin mendjen për ta zbulu, për ta gjetë, për ta praktikuar. Do jemi ndryshe. Sepse dim që ti na do aq shumë sa që edhe birin për Krishtlindje që ne të njihnim ty dhe frymën e shejt në Pendakost që t'jetoj në ne. Edhe ne duam që të marrim maksimumin e asaj që fryma e shejt ka. Zot, faleminderit. Në fakt do doja të lutesha për nëse ti ke dëgjuar për Jezusin, por asnjëherë nuk e ke hedhë të hapin, ti dëgjon këto fjalët, po sa të duken të kuptueshme, shumica s'merr vesh gjë fare, sepse nuk ke filluar udhtimin e dishepullit. Edhe nëse ti do ta fillosh udhtimin e dishepullit, çfarë do thotë? Nëse do të bëhesh ndjekës i Krishtit, e të hedhish hapin e parë, ato ta hedhish sot. Nëse ti thua, po, unë dua ta hedh hapin e parë sot, e të bëhem dishepull i Krishtit, a do thuash pas me një lutje thjesht. Nëse do, atëherë përsërite pas meje. Të falenderoj o Perëndi, që më do kështu siç jam. Më prano kështu siç jam. Jezus, unë besoj që ti erdhe vdiqe në kryq për mua. Unë zgjedh të besoj. Pastroje jetën time, zemrën time, nga çdo gjë që nuk të pëlqen ty. Më jep sot një fillim të ri. Unë pendohem nga rrugët e vjetra dhe zgjedh të ec në këtë rrugë të re, në rrugën e dishepullit, duke të ndjek ty, Jezus, duke qenë dishepull jot. Vendos frymën tënde të shejt edhe më fuqizo për ditë. Nëse ke thënë këtë lutje, thuaj bashkë me mua, lutem edhe besoj në emrin Jezus. Amen.